Të dashur miq, ju jeni dëshmitar që ne në 2006-2013 investuam shumë në infrastrukturën e fshatrave dhe sigurisht nuk e kompletuam atë, por ne kishim një zotim dhe një parim dhe e kemi përsëri. Çdo fshat duhet të ketë infrastrukturën e lagjeve të qytetit. Çfarë duhet të them me këtë? Çfarë duhet të them unë me këtë? Duhet të ketë rrugët, furnizimin me ujë, kanalizimet, furnizimin me energji, shkollën dhe qendrën shtetësore. Ne ecëm fort në këtë drejtim. Ne në ato vite rindërtuam ose ndërtuam mbi 8.800 kilometra rrugë në fshatra në zonat rurale. Mbetën dhe 3-4.000 të tjera. Edhe ato do i plotësojmë dhe nuk do ketë fshat pa rrugë të njëjta me lagjet e qyteteve. Miq, e ndëgjuhet besoj që shqiptarët, njeriu që premtoi shtetësi falas, e shkatroi sistemin dhe sot ju paguani për shtetin tuaj, familjarëve tuaj 3 ose 4 herë më shumë se çdo popull tjetër antar i Bashkimit Evropian. Shqiptar, statistika e fundit e Institutit Statistikave tregon se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion për ilaçe, analiza, kujdes shtetësor. Shqiptarët në vit buk si buk, jo ushqime në tërësi, shpenzojnë 220 milion euro. Pra, për ilaçe sot në Shqipëri shpenzohet 4 herë më shumë. Cili është zotimi ynë për ju? Zotimi ynë për ju është ky. Së pari, lista e banave të rimbursueshme, që do paguhen nga shteti 100%, do t'jetë lista që paguhen sot qeveria italiane për qytetarët italianë. Ky është premtimi ynë. Ky është premtimi ynë për qytetarët shqiptarë. Do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, sikur do dyfishojmë për bujqësinë. Do zhdukim. Sot kujdesi shtetësor në një farë mënyre për fatin më të keq është në një raport apo është vendosur në kontroll dhe mafjes. Qa ndodh sot? Shkoni smuri me urgjencë në spital publik. Edhe ky rast është konkret. I ka ndodhur një bashkëpunëtori tim. Ju bllokua arteria e qafës. Shkoj në spital publik, ja diagnostikuan, i thanë ke bllokim. Mirë pa jo të dëmton trurin shumë. Tani i thanë për ta hequr, nuk ta heqim ne, do shkosh në spital privat. Shkoj në spital privat, pagoj 2-3.000 euro. Kjo i ndodh çdo shqiptari. Në një kohë kur spitali publik ka të gjitha mjetet, atje ndahen parat. Kjo merr fund. Ky sistemi degraduar shtetësor do të ndërshkohet. Dhe unë ju garantoj se ju do të keni sistem shtetësor që meritoni. Dhe se parat që do paguani do t'jenë sigurimet shoqërore, sigurimet shtetësore që janë të detyrueshme për gjithë qytetarët në Europë dhe në botë, kurse tjera do paguajë çdo gjë shteti për ju. Kështu që edhe këtu ne shënojmë një
një ndryshim të madh. Për fëmijët tuaj, shkollat do modernizohen. I siguroj mësuesit se nuk do ketë shkurtime në numrin e mësuesve. Jo. Ajo që do ndodh do ketë zvoglime të numrit të nxënësve në klasa. Nuk do ketë klasa me 32 nxënës, klasa do zbresin me 20 nxënës, 25 nxënës. Mësuesit do ketë rrogën 1.500 euro minimumi. Pra, nuk do ketë mesatare për shku në universitet për gjimnazistët. Pas marrimit të universitetit, qeveria do të subvencionoj, do të paguaj sigurime shoqërore për ata që marrin në punë të rit. Sikundër do garantoj grante. Pra, miq, ky është programi ynë, që krijon një mundësi të re për çdo qytetar dhe u kthen parat atyre